Gjimnazi Osokuka, veçse një institucion arsimor, është edhe një vatër e kulturës dhe artit në Shkodër. Me një traditë të pasur në promovimin e talenteve, shkolla i kushtoi një rëndësi të veçantë pjesëmarrjes në aktivitetet artistike të qytetit, duke nxitur kreativitetin dhe shpirtin artistik tek të rinjt. Ajo që gjithë stafi, edhe unë bashkë me ta, ajo që ne kujdesemi më fort është ana sociale, formimi i tyre qytetar. Kjo është shumë e rëndësishme që këto nesër të jenë qytetarë të denjë për qytetin, për familjen dhe për gjithë vendin. Një nga eventet më të rëndësishme ku nxënësit e Osokukës kanë spikatur është festivali teatror për të rinj, i cili organizohet në skenën e teatrit Migjeni. Po ashtu, prej vitit 2016 në këtë gjimnaz është vendosur seksioni 2 gjuhësh dhe shkolla është pjesë e aktiviteteve për muajin e frankofonisë. Vitin e kaluar dhe këtë vit në kuadrin e frankofonisë, ambasada franceze së bashku me 5 seksionet e gjuhës frënge në gjithë Shqipërinë organizon festivalin teatror. Dhe edhe vitin e kaluar shkolla jonë është prezantuar jashtëzakonisht bukur me një pjesë teatrale në Gjungël, po ashtu edhe këtë vit marrim pjesë në këtë festival në gjuhën frënge. Në çdo edicion të festivalit teatror, nxënësit e Gjimnazit Osokuka kanë sjellë në skenë shfaqje të realizuara me pasion dhe përkushtim, duke trajtuar tematika të ndryshme me mesazhe të rëndësishme për shoqërinë.